Shqipëria e la stafetën Danimarkës, e cila organizoi samitin e radhës të Komunitetit Politik Evropian, ku ne ishim përsëri pjesë aktive e bisedimeve për të ardhmen e kontinentit. Të barabartë mes barabartësh, teksa vazhdojmë të përparojmë në rrugën e antarësimit në Bashkimin Evropian. Kemi hapur 28 kapituj të negociatave dhe mbeten 5 të fundit, që besojmë se do t'i hapim brenda këtij viti, ndërkohë që vitin e ardhshëm synojmë të nisim me mbylljen e kapitujve që shkon në vazhdim në një ecurie rekord të këtij procesi. Këtë javë kemi çelur në Universitetin Politeknik një tjetër program të bukur punësimi për të rinjt, i cili është konceptuar për vajzat studente që duan të përfshihen në projektet infrastrukturore. Shembulli i OSHE-s, ku po vazhdojnë aplikimet e të rinjve, për të siguruar që brezi i ri të përfshihet pa humbur kohë në punën praktike dhe pastaj në rrugën e karrierës profesionale, është kuptim plot. OSHE ka krijuar deri tani mbi 300 mundësi punësimi dhe ndërkohë ka afro 300 aplikime të tjera të hapura në rajone të ndryshme për inxhinier dhe elektricistë të rinj. Më 9 nëntor, qytetarët e Tiranës dhe disa bashkive të tjera do të votojnë për të zgjedhur kryebashkiakët zëvendësues të atyre që u larguan për të bërë deputet a për ndonjë arsye tjetër. Të tjerat janë zgjedhje krejt normale, ndërsa ato në Tiranë janë të jashtëzakonshme për disa arsye, dhe jo thjesht se Tirana është kryeqyteti i Shqipërisë dhe lokomotiva e ekonomisë së vendit. Tirana mbeti pa kryebashkiak, si pasojë një zhvillimi brutal të lidhur me drejtësinë. Kryetari i bashkisë u mor nga zyra pa gjyq dhe u çuar në paraburgim, ku vazhdon të mbahet ende prej gati 8 muajsh përmes një procesi me standarde që, për ta thënë but, janë të dyshimta. Por ama ndërkohë Tirana nuk mund të presë më. Dhe kush thot të kundërtën, thjesht nuk e ka idenë se çfarë duhet që kjo lokomotivë e Shqipërisë të ecë me ritmin e duhur. Ndërsa ata që diskutojnë legjitimiteten e dekretit prezidencial për zgjedhjet nuk kanë faj. Se nuk kanë as shkollën, as pavarësinë intelektuale dhe as dijen mbi kushtetutën të Ilir Rusmajdit, këshilltarit juridik të presidentit dhe ministrit të drejtësisë Partisë Demokratike, që vetëm për hir të integritetit të tij moral dhe profesional dha dorëheqjen dhe nuk pranoi të bëjë palë me korrupsionin që degradoi në pikën ku një tragjedi makabre të merroi Shqipërinë dhe pataksi botën jo larg nga ku po ju flas, diku në një vend